Tashmë që uji është tërhequr është koha për bilance, për të parë se sa kanë qenë dëmet në banesa, në të mbjella, në bujqësi dhe në blegtori. Ministria e Mbrojtjes ka përcaktuar se fondi për dëmshpërblimin e të prekurve, veçanërisht në zonën e Durrësit, Fierit dhe të Vlorës, në fakt do të jetë 5 milion euro. Vetëm 5 milion euro nga rreth 50 apo 15, siç ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi në mbledhjen e Komitetit Ndërministror. Një shifër kjo që do të ishte 10 fish më e lartë. 5 milion euro do të jenë në dispozicion të përmbyturve, ku përfshihen dëmet materiale në banesa, dëmet në blegtori, dëmet në bujqësi dhe gjithçka tjetër që ka rrëmbyer vala e ujit. Ndërkohë që një bilanc paraprak i dëmeve tregon se banesa në prani të ujit janë 1987 të tilla, ndërkohë që janë 539 persona dhe 81 familje, cilat u evakuon gjatë ditëve ku përmbytjet ishin më së shumti në pjesën mes Kufirit dhe Fierit dhe Vlorës, ndërkohë që tokë bujqësore e përmbytur përllogaritet në rreth 18.241 hektar, paktën kjo sipas një bilanci paraprak.